Po, përshëndetje një herë, mirë se takohemi në lumin tem, lumin më të bukur në Malzi, ndoshta edhe më larg. Edhe sa i përket organizatës Trofta, ajo si pikësunim kryesor ka ruajtjen e ambientit të lumit tem, shtratit të fundit peshkut, gjithashtu edhe të pastërtisë së saj. Shoqata Trofta ishte aktive prej në vitin 2007, për shkaqe të ndryshme, ajo ndaloi punën në 2017 dhe e reaktivizuam në këtë vit, domethënë, në pranverë. Ne besojmë se me aktivitetet të llojit të sotëm do mundemi të arrisim qëllimin e organizatës që ka ruajtjen e ambientit lumit tem. Do të di se si lindi do thotë ideja për të marrë pjesë në ditën ndërkombëtare të pastrimit të brigjeve dhe çfarë domethënie ka ky aksion për komunitetin lokal? Po, sa i përket organizimit, ajo ishte organizim i organizatës Zero Waste të Malit Zi, e cila organizon tash sa vite me radhë këtë aktivitet në ditën ndërkombëtare të pastrimit të brigjeve dhe vitin e kaluam ishte organizim pak më i vogël i këtij aktivitetit në brigjet e lumit tem, por këtë vit menduam dhe ja arritëm që të bëjmë një organizim më të madh, më të përfillt, por besojmë se vitet e ardhshme kemi plan që të bëjmë këtë organizim vjetor. Një gjë e mirë që ishte e këtij organizimit është edhe seleksionimi i mbeturinave të cilat do të jenë të gatshme për reciklim. Atëherë, si u përgjith edhe do të thotë zona dhe sa kishit edhe pjesëmarrës të cilët janë paraqitur si vullnetarë për një aksion të tillë? Sa i përket zonës, ne zgjedhëm për vetë faktin se disa javë me radhë kemi vizituar lokacione ndryshme përgjatë brigjeve të lumit tem dhe vendosëm se këtu do kishte mbeturina më së shumti. Për vetë faktin se kishim rreshjet e shiut, lumi tem shumicën e këtyre mbeturinave i mori me veti, fatkeqësisht, dhe nuk arritëm t'i mbledhim ato me kohë, por sidoqoftë ne arritëm të mbledhim një mas prej rreth 130 kg mbeturina të ndryshme. Kryesisht me çfarë ndotet më së shumtit kjo zonë? Ndotja më e madhe besoj se bëhet prej qytetarëve të cilët kanë ndërgjegjjen e vogël sa i përket pastërtisë të lumit tem dhe kur i shfrytëzojnë brigjet e lumit tem për aktivitete të ndryshme, qofshin otolarja apo ndonjë mbledhje tjetër, ata mbeturinat nuk i marrin me vete, po i lënë aty ku e kanë bën atë aktivitet. Edhe sa i përket pjesëmarrësve sot, kishim një shumëllëshmëri të viteve që me thanë prej shkollës fillore, do me thanë prej klasës 8, deri te moshat më të mëdha që i kap 65 vite. Besoj se kjo është një gjë shumë e mirë, vetëm për faktin se kemi gjenerata me radhë të cilat janë të interesuar për kështu lloj aktivitetesh, për pastrim të lumit tem edhe për mirëmbajtje të ambientit. Pasi që thatë që e mira tjetër e këtij aksioni është edhe që do bëhet riciklimi, si është përmenduar kjo? Ne kemi pasur seleksionimin edhe gjatë mbledhjes të mbeturinave. Domethënë, mbeturinat e ndryshme ishin ndarë në qese të zeza, kurse qelçi, plastike dhe kështu gjëra tjera me radhë të cilat mund të reciklohen janë në qeset e gjelbërta. Kështu që Komunali Atuzit do e marrë përsipër nisjen e këtij aktivitetit sa i përket kësaj gjase, ata do t'i çojnë deri në reciklim te deponia në Podgoricë. Dua të di se cilat janë sfidat më të mëdha me të cilat përballet lumi tem dhe ekosistemi i tij dhe si mendoni se mund të ndihmojë shoqata në përmirësimin e situatës? Sfidat janë shumë të mëdha, sepse lumi tem për momentin gjendet në një situatë shumë të keqe dhe shumë të vështirë për të rikuperuar. Por besojmë edhe shpresojmë se do arrisim me gjithë mundin edhe dedikimin që kemi për ruajtjen e cemit, besoj se do arrisim. Problemet janë të ndryshme prej eksploatimit të rërës dhe problemi shumë i madh është edhe kafet e ndryshme që janë përgjatë brigjeve të lumit tem, cilat duhet kontrollohen. Do e mos duhet kontrollohen sepse edhe ata janë faktor shumë i madh sa i përket ndotjes edhe mbeturinave në lumin tem. Nuk e di a do i vi keq kuj apo jo,
duhet të flasim të vërtetën ashtu siç është, edhe mendoj se organet kompetente duhet merren më shumë me këtë fenomen, sepse nuk e di sa prej tyre kanë lejen. Unë besoj se është shumë e vështirë me marrë lejen me pas një objekt përgjatë brigjeve të lumit Sem, por edhe pse aty është ndërtuar ai objekt, besoj se duhet të ketë një kontroll të mirëfillt për të mirën e ambientit, për të mirën tonë edhe të mirën e Semit në përgjithësi. Si mund të angazhohet më shumë komuniteti në aktivitete të tilla për mbrojtjen e natyrës dhe ruajtjen e pastrimit të brigjeve? Deri me tash nuk mund të them se jam i kënaqur me angazhimin e qytetarëve, sidomos të Malësisë, për ruajtjen e ambientit edhe për kyçjen në këto aktivitetet e ndryshme që organizohen, qoftë ato për pastrimin e brigjeve të lumit Sem apo ndonjë lokacioni tjetër, sepse unë nuk e shoh të mirë këtë jo aktivitet qytetarëve të Malësisë. Gjithë duhet jemi aktiv, gjithë duhet jemi të kyçur në kështu lloj aktivitetesh, dhe ju bëj thirrje të gjithëve që për të mirën tonë, për të mirën e Semit, për të mirën e Malësisë, të aktivizohemi sa më shumë. Jemi paksa vonë për shkak të ambientit, por unë mendoj se duhet fillojmë diku. Duhet të ketë një piknisje, edhe shpresoj se dita e sotme do të jetë një ditë e parë, e mbarë për Malësinë edhe për ruajtjen e ambientit. Ka shoqata trofta plane për aktivitete të tjera pra të ngjashme në të ardhmen dhe cilat janë prioritetet tuaja për vazhdim të vitit? Po, sa i përket vitit 2024 keni planifikuar edhe përafërsisht 6 aktivitete të llojit të këtij sot që kishim, domethënë pastrimin e brigjeve të lumit Sem, do të jenë lokacione të ndryshme normalisht, ku do t'i zgjedhim në bazë të nevojës së lokacionit, edhe besoj se më së shumti do të jenë të fokusuar në pjesën e plazheve, cilat frekuentohen më së shumti gjatë verës. Sa i përket vitit tashëm, edhe për vitin ardhshëm kemi plane të njëjta për sa i përket ruajtjes ambientit, por gjithashtu edhe organizime të ndryshme, si riaktivizimin e turnamentit për peshkim, i cili vite më radhë në të kaluarën është organizuar nga shoqata trofta. Besojmë ta riaktivizojmë përsëri, se është një gjë shumë e mirë për aktivizimin e të rinjve sidomos, dhe besoj se me këtë lloj aktivitetit të rinjt e Malësisë, por edhe më gjerë, do e kenë dashurinë më të madhe sa i përket lumit Sem. Tha që dita sotme në fakt ishte edhe një bashkëpunim me organizatë, po do të di a keni bashkëpunime me organizata të tjera ose institucione për çështje mjedisore dhe si mund të përmirësohet ky bashkëpunim në të ardhmen? Sa i përket institucioneve, tash për tash nuk kem asnjë bashkëpunim. Sa i përket organizatave, sot kishim bashkëpunim me organizatën Zero Waste, gjithashtu edhe me Institutin për Zhvillimin Kulturor, i cili është një organizat nga Malësia gjithsesi, edhe besoj se edhe organizatat tjera nga Malësia, por edhe nga kryeqyteti, do jenë të gatshme të bashkëpunojnë për të mirën e popullit edhe qytetarëve në Malësi, por edhe më gjerë. Keni plane për të ardhmen për ndonjë bashkëpunim institucional, pasi që dim që edhe Semi pra kjo zonë është edhe në mbrojtje? Po, sa i përket institucioneve, deri me tani bisedimet e vetme që janë me komunën e Tuzit. Aty kishim disa premtime, sa i përket bashkëpunimit me institucionet kompetente për mbrojtjen e lumit Sem, është në proces hapja e sekretariatit për mbrojtjen e lumit Sem. Një gjë që është shumë e mirë, mund të them edhe që kjo ishte një nismë e organizatës trofta, edhe shpresoj se me hapjen e këtij sekretariati do bëhet një aktivitet shumë më i madh në mbrojtjen e lumit Sem. Duhet të di se cilat janë disa nga rezultatet konkrete që shpresoni të arrini pas këtij aksioni të pastrimit? Si pjesë kryesore e këtij aktivitetit sot ishte edhe ta dërgojmë një mesazh aq të fortë që gjithë qytetarët, posaçërisht qytetarët e Malësisë, t'i thrasin vetes, të shohin se ku jemi duke çuar lumin Sem edhe ambientin tonë në përgjithësi, sepse sot ishim në këtë lokacion, por unë e di edhe ka shumë lokacione tjera
në malësi, cilat kanë nevojë për kësaj lloj aktivitetesh dhe besoj se mesazhi do ishte kryesori sa i përket këtij aktivitetit, edhe qëllimi kryesor ishte edhe dërgimi i një mesazhi shumë të fortë për ruajtjen e ambientit, për një kyçje në aktivitetet si ishte kjo sot, dhe besoj se do ketë një përgjigje të mirë nga qytetarët e Malësisë dhe shpresoj se edhe ata do aktivizohen më. Zonë fakti që sot u zhvillua një aktivitet i cili ka për qëllim të sensibilizoj opinionin për nevojën që Cemi dhe posaçërisht kanjoni i tij të jetë i pastër, sikurse është edhe uji i lumit Cem i pastër. Zonë fakti që sot të rinjtë të cilët do të trashëgojnë këtë shoqat e kanë kuptuar se ka nevojë që të angazhohen përsëri në ruajtjen e kësaj pasurie të cilët natyra krijuesi na ka dhuruar. Unë do të kthehem pak në historikun e shoqatës dhe në idesë për formimin, për themelimin e shoqatës. Kjo ishin vitet 2007, ku me një grup të adhuruesish të lumit Cem, peshkatarësh të cilët sigurisht kalonin shumë kohë pranë lumit, e panë të nevojshme që ta institucionalizojmë, si them, në formë të organizatës, angazhimin ton për ruajtjen, promovimin dhe aktivitetet që kanë të bëjnë konkretisht me lumin Cem. Dhe formuam një shoqat, ja dam emrin Trofta, duke pas parasysh se e karakterizon, këtë lume karakterizon Trofta si peshk autokton dhe peshku që veçohet nga peshqit tjerë që ka. Unë nuk do të flasë për floran dhe faunën se nuk jam kompetent, kjo do t'ishte temë që do të sigurisht dikush që është i këti profesioni, por gjithsesi dëshira e madhe për të ruajt këtë ambient kaq të bukur, këtë objekt natyre kaq të bukur, ne themeluam një shoqat dhe kështu filluam aktivitetet. Atëherë me një grup vullnetarësh, njerëz të cilët ishin të angazhuar me plot vullnet, me qëllim të ruajtjes së promovimit të kësaj bukurie, u vendosëm, filluam veprimin në këtë drejtim. Ne gjatë kësaj periudhe kemi pas shumë aktivitete. Unë do të veçoja disa nga ato. Për çdo vjet kemi organizuar një lloj festivalit, apo të themi një manifestim, Trofta Trofeu i Cemit, që kishte për qëllim dhe të bonte një numër shumë të madh njerëzish, nëse u kujtohet atyre të cilët u kujtohet, manifestimit janë zhvilluar prej Rakisit deri në këtë zonën ku fillon kanjoni i lumit Cem, në Grykluk, siç i thom na, dhe kjo ka qenë shumë e vizituar ka pas shumë pjesëmarrës, ku kem pas garat në përgatitjen e çorbës peshkut, pastaj në gjuajtjen në kategori të ndryshme, peshkimit sportiv, ashtu që jemi identifikuar si një shoqat e cila ka sens të organizoj një aktivitet i cili ka pas një vizit, sigurisht një simpati mjaft madhe. Kjo ka qenë ide që na të ndikojmë që ky lum të mbrohet në mënyrë institucionale. Kemi organizuar për posaj, kemi organizuar disa herë pastrimin e lumit, pastaj me angazhimin ton kemi ndikuar në atëherë në komunën e Podgoricës, se atëherë ishte komuna e Podgoricës, që ky të angazhohen edhe rojet e peshkut këtu, të cilët do të ketë kujdesohen për
për ruajtjen e fondit të peshkut. Pastaj, kemi marrë pjesë në aktivitete të ndryshme në kuadër të aktiviteteve në mbrojtjen e ekologjisë, në Maltëzi dhe përfaqësuesit tanë kanë marrë pjesë në këto aktivitete, në seminare të ndryshme. Kemi organizuar ekspozita fotografish dhe kemi disa vjet me radhë ku kemi objekt ka qenë Lumicem dhe në këtë formë kemi angazhuar njerëz që të vinë, ta vizitojnë, ta fotografojnë edhe jashtë komunës së Tuzit. Mendoj se kjo aktivitet ka pas një jehon dhe ka sensibilizuar opinionin që ekziston, domethënë është nevoja që ky lum të mbrohet. Kemi insistuar disa herë që kjo në mënyrë të bëhet në mënyrë institucionale dhe kemi arritur që te kompetentët të zgjojmë një kurreshtje se duhet diçka të bëhet në këtë drejtim. Dhe me vendimin e funit, Komuna e Tuzit e shpall përmendore natyret. Kjo është një kategori e mbrojtjes institucionale të lumit. Përpos kësaj, ne kemi ndikuar edhe në aktivitete të ndryshme me shoqata nga Plava dhe Gucia që të hapet kalimi kufitar, të ndërtohet një lidhje një aks rrugor i cili do të lidhte komunën e Tuzit, flem fakikisht me Podgoricën përmes Plavës dhe përmes Kelmendit me Plavë dhe Guci. Edhe kjo është arrit, nuk themi falnesh, por edhe ne kemi qenë pjesë e këtij aktiviteti dhe kemi dhënë kontributin ton modest në këtë drejtim. Krejt kjo është arritur dhe mirë, po kemi edhe një situatë e cila me shpadjen e cemit, përmendore natyret, aty është ngellë, aty ka mbetur. Do me tha, Komuna e Tuzit nuk ka ndërmarr asnjë send në drejtim të organizimit të një drejtorie e cila do ta menaxhonte lumin Cem. Kjo ka mbet vetëm në letër, do me tha, mbrojtja e cemit ka mbet në letër. Unë jam dëshmitar se vitet e funit është duke u devastua çdo ditë më shumë. Dhe kjo është për të brengosur, kjo duhet dikush të alarmohet institucionet që këta duhet të ndërmarrë diçka që të ndalet kjo. Ndërtimi vend e pa vend i objekteve të cilat shërbejnë si kafene, mënyra se si ato funksionojnë, ajo është çështje e veçantë, domethënë pa ato infrastrukturën që është përcjellëse. Unë e kuptoj se do të ishte e nevojshme që kjo në këtë vend të ngriten edhe objekte të cilat do të shërbenin në dobi të komunitetit, por gjithherë duke pas parasysh që këtu të respektohen rregullat të cilat i parashehen ndërtimet pranë lumit Cem. Në këtë drejtim nuk ka lëvizje. Unë apeloj të institucionet e komunës, të kryetari i komunës, të organet e komunës, që ma në fund të themelojmë një drejtori, një organizëm i cili do të menaxhonte këtu. Këtë lumë do të edhe në pikpamje të mbrojtjes së florës dhe faunës, por edhe në pikpamje të mbrojtjes së kanjonit të saj pej devastimit të mëtejshëm. Dhe shpresoj se nëse kompetentët dalin në teren dhe vizitojnë këtë lume dhe shohin se çka ndodh gjatë verës, posaçe në këto, atëherë duhet të vedisohen se duhet ndërmarrë diçka. Kjo është një apel jemi modest që të ndërgjegjësohen diçka të bëhet në këtë drejtim. Kësaj përket angazhimit të mëtejm të shoqates, ne disa vjet kemi pas një pauzë dhe vitin e fundit kemi bërë disa ndryshime në strukturën e organizatës dhe kemi angazhuar disa të rinj tjerë, të cilët do ta marrin këtë shoqatë dhe do të përpiqen si përsëri të angazhohen, të veprojnë, të punojnë që të lidhin një kontinuitet të shoqatës. Edhe shpresoj se pasi janë gjeneratat të reja, do të bien prurje të reja dhe ide të reja, mendoj që këtë shoqatë do ta lëmë në duart të sigurta të disa të rinjve të cilët janë entuziastë që ta vazhdojnë punën në këtë drejtim.
Do të thotë pasi që përmandët disa aktivitetet e cilat ishin të një rëndësie të madhe këtu në vendin tonë, duhet të di se cilat ishin disa nga sfidat më të mëdha që përballuat gjatë organizimit të këtyre eventeve dhe si të i kaluat ato. Dhe patjetër na ndani edhe momentet më të veçanta, më të bukura të cilat i mbani mend. Kur është fjala tek aktivitetet që kemi zhvilluar gjatë punës, gjatë kohës që kemi vepruar edhe që veprojmë, mendoj se manifestimi ka qenë organizimi më i madh, është manifestimi trofeu i Cemit. Ajo është manifestim që është mirë prit nga popullata e Malësisë dhe ka pas një vizitë të madhe të këtij aktiviteti. Sigurisht se gjatë këtyre aktivitete haset edhe në pengesa dhe në probleme të cilat financimi është problemi kryesor, sepse donatorët nuk janë dorë çlirë që me të ndihmua shumë, megjithëse jemi përpjekur që në forma të ndryshme të gjejmë edhe nga diaspora, pastaj edhe ndonjë organizat, ndonjë individ, mirë po ato kanë qenë shumë modeste dhe kjo krejt është organizuar në mënyrë vullnetare duke i angazhuar aktivistët tonë që punën e madhe ta bëjnë ata, me gjithë mundësinë që edhe disa mjetet e cilat i kemi siguruar në forma të ndryshme dhe mjaft me probleme të mëdha. Sigurisht se aktiviteti ynë dhe angazhimi ynë nuk i ka konvenuar të gjithëve. Ata të cilët janë mësuar që gjatë një periudhe të gjatë i shfrytëzojnë Cemin për interesat veta, të bëjnë eksploatimin e ranës në Cem, pastaj në forma të ndryshme të marrin dobi për ti në dëm të komunitetit, ata sigurisht se në sytë e tyne jem kem problem na dhe na jem kem problem për ta. Mirë po, na nuk i kem dëgjuar shumë zërët e tyre, na kem vazhdua punën dhe menoj që edhe ata sot janë të vetëdijshëm se Cemi është i gjithëve, nuk është i veçantë për disa njerëz të cilët kanë pa dobit e tyre personale që i kanë pa nga Cemi. Mirë po, edhe një shpadje e funit që është ndalohet eksploatimi i ranës në lumin Cem dhe i zhavorit në lumin Cem, mendoj se ka pa efekt pjesërisht, po jo plotësisht, sepse edhe vazhdon të jetë ajo, në mënyrat e fshehta, në mënyrat me intervenime të ndryshme, edhe sot bëhet eksploatimi, edhe pse është i ndalur me ligjin maltezi eksploatimi i lumenjve. Unë mendoj se një aktivitet tjetër i cili ka qenë interesant, ka pas një model, ka pas një sens modern, ka qenë ekspozita e fotografive, do me thonë, më kujtohet një nga ato ka qenë Cemi në fokus, pastaj kemi pas edhe pjesë tjera të Malësisë, por posaçërisht Cemi në fokus. Ku ka qenë interesimi shumë i madh i profesionistëve, por dhe amatorëve ta fotografojnë pej kandeve të ndryshme dhe t'i tregojnë ato bukurit e lumit Cem. Mendoj se ka qenë organizimi edhe është mirë prit shumë edhe ka qenë shumë modest, se ne kemi organizuar këtë aktivitet me shumë pak mjete, ashtu që kajherë nuk është e nevojshme të kesh shumë mjete për të organizuar diçka nëse ti e ke me një vullnet dhe entuziazëm. Aktivitetet tjera, mendoj që deri në arritjen e statusit, në votimin e statusit të përmendore natyre të lumit Cem, prej aty atër kanë filluar të zbehen aktivitetet tona për arsye të ndryshme, sepse kemi menduar se na ja kemi arritur qëllimit se tani Cemin do ta mbrojnë institucionet e tona, komuna jonë. Mirë po, për fat të keq kjo nuk ka ndodhur, kjo vazhdon të jetë zvarritet. Nuk e di se kur do të ndërgjegjen, u thash edhe më parë, por presim se në një moment dikush do të jetë i vetëdijshëm se kjo bukuri natyrore duhet të mbrohet, sepse kjo do të jetë në shërbim të komunitetit. Unë mendoj se lumi Cem mund të shërbej edhe në pikpamje të valorizimit turistik të tij, jo vetëm në pushime gjatë verës, kjo mund të jetë edhe në peshkimin, sepse është një lum që është mjaft i pasur, nëse ruhet dhe mbrohet, është mjaft i pasur me peshk dhe është një kanjon kaq i bukur i cili do të tërhiqte
turistët, adhuruesit e peshkimit sportiv, që të vinë, të kalojnë ditët këtu, madje edhe të kalojnë edhe javë të tëra këtu, mirë po për këta nevojit e një infrastrukture, cila do të mundsohej në qoftë se ky objekt do të fillon të menaxhohet nga kompetentët, nga institucionet, në këtë rast nga komuna e Tuzit. Mirë, duhet të di gjithashtu se çfarë ndjesie ju jep të shihni se aktivitetet që keni nisur ndër vite janë ende të gjalla dhe të rëndësishme pra për komunitetin që do bëhen, siç e mësuam edhe vitin e ardhshëm, ato manifestimet e cilat ju i filluat, dhe sa mendoni se do kenë ato përsëri ndikim ndoshta në një drejtim tjetër? Unë shpresoj se ky staf i ri i shoqatës do të vinë me ide të reja. Unë mendoj se ka nevojë të përsërit të ketë organizime të këtij lloji që kemi ne organizuar, por në forma të tjera. Besoj se këta do të gjejnë një formë tjetër të organizimit që do të jetë më mirë, më pasur se ç'është jona. Dhe e di edhe nga ajo se disa herë më kanë pyetur qytetarët e Malësisë kur do të organizoni më aktivitete, siç është kanë se jem kënaq, është kanë i bukur. O ka një ditë piknikut, një vikend piknik shumë i bukur që njerëzit e kanë planifikuar, kanë ditë kur kanë dëgjuar se kur do të organizohet, shpesh herë e kanë prit me shumë kënaqësi që ta kalojnë një ditë bukur pranë semit. Mendoj që ka nevojë edhe për aktivitete tjera, ato do të organizohen në forma të ndryshme siç ka qenë kjo sot, pastrimi i tij, pastaj sigurisht se ka nevojë edhe disa intervenime në pjesën e kanjonit ku është bën një devastim gjatë ndërtimit të rrugës. Sigurisht se ka nevojë të qilen shtigje ku do të kenë mundësi banorët e Malësisë dhe gjithë ata që e vizitojnë të mund të ulen pranë lumit, të qilen venet ku do të kenë mundësi ma lehtë të afrohen bregut të lumit. Ashtu që sigurisht mbetet që këta të rritë implementojnë idetë e reja në aktivitetet të cilat do të angazhohen në të ardhmen. Ne sigurisht se si njerëz më shumë përvojë në këtë drejtim do të afrojmë nim aq sa kemi mundësi dhe besoj se do të gjejmë njësoj bashkëpunimit me ta. Po edhe unë si qytetarët e këtij vendi dinosh, nga Dinosha deri në Cem, kemi ardhur sepse në këtu lahemi, jemi rrit, shpresojmë edhe familjet dhe fëmijët tonë ta trashëgojnë këtë bukuri siç vetë e shihni, por na duhet pak ta ngrisim edhe vetdijen se duhem ta ruajmë nga beturinat si na vetë i bëjmë. Faleminderit edhe një herë si keni ardhur këtu me pa edhe këtë bukuri dhe aksionin që kemi bë, sepse vërtet kemi nevojë për ta ngrisim vetdijen, edhe më shumë se edhe të pastrojmë, për ta ngrisim vetdijen sepse e kemi pa tjetër të ruajmë këtë bukuri si na e ka dhënë Zoti. Çfarë shihni si problematikë më të madhe me të cilat përballen Lumi Cem këtë brigje? Problemi është ndërgjegja e vetë qytetarëve, por edhe më thënë edhe njerëzve tjerë si vinë këtu e shfrytëzojnë Lumin Cem për stinën verore, për të freskuar. Ku ata me vete marrin pije edhe nuk i marrin me veti, edhe pasi konsumojnë nuk i kthejnë, nuk i marrin me veti, mi çojnë vetë aty ku duhan të jenë, edhe pak është edhe organizimi ndoshta, organizimi i shtetit në këtë drejtim për ta mbrojtur Lumin Cem. Se na pa marrë parasysh, na si qytetarë e kemi mundësinë, por na duhet edhe mbështetje institucionale. Si ajo ndoshta kemi krye punë pak më tepër, por edhe siç e thash edhe me këtë rini ndoshta në pjesën e sezonit veror do duhej të vehen kontenjerat përkohësisht sa për me pa ndoshta edhe vetë ata qytetarët edhe si konsumojnë t'i hudhin ato mbeturina. Si propozim tash ata vetë nga organet lokale do dinë çka do bëjnë më mirë.
Shoqata Adhuruesit e Lumit Sem ka luajtur një rol të rëndësishëm në ruajtjen e lumit Sem dhe promovimin e bukurive natyrore të tij. Me dekada për kushtim, kjo shoqatë ka ndërmarrë aksione të shumta edhe për ndërtimin e rrugës pranë lumit Sem dhe pastrimit përgjatë lumit, duke angazhuar komunitetin dhe duke rritur ndërgjegjësimin për mbrojtjen e natyrës. Po mirë ishte viti 1988-89, ishin iniciativat për modernizimin e rrugës Semit, gjatë kanjonit të lumit Sem. Ma pa rruga shpërthye me 1972-3, më kujtohet si Djaloç, atëherë në ishte një gëzoshmëri e madhe për ne, se ka filluar rruga. Atëherë komuna e Tuzit, një akcionisti atëhershëm Gjek Gjoni një këpënële, Gjek Gjëtoma, dritë past, se gati të gjithë këta të cilë do t'i përmes sot janë pushojnë, janë burrat e Malësis, ai ishte një afarist i cili ishte gjegajduar edhe kite forcë edhe eksperiencë edhe e bani hapjen e rrugës deri te shtëpia e atëherë Nik Zekpalit, Zefit Gjokaj, në Sem të Trieshit, e masanej ishin disa tentativa, por nuk kishin sukses. Se i të kjo zonë, si me thanë, zonë e thepisur, zonë kufitare. Merë në vesh kupton. E atëherë duhet përmenë se le ushtria atëhershme, Jugoslave, ka ba 2-3 herë disa punime për shpërthimin e rrugës. Ata dhe kishin interes konkret se i të ajo posta kufitare në Lemaj, por ata vazhduan edhe për të postet, edhe s'fundit familja Palushaj, në kryre me një gjigant, një burr malsor, Det Marashduli Palushaj, ata ndërtuan rrugën edhe shpërthyen rrugën që është ura e Garanit, ura në Sem Sirm, deri atje të shtëpia, edhe për të shtëpia të tynëve, do më thënë natë brezin kufitar. Aty të kajon, aty ku është sot edhe pik kalimi kufitar. Kështu, kje ajo iniciativa, kështu u punua rruga mirë, dihet se kësajt kanë një rrugë, edhe si që shpreh edhe historiani Gjergj Mashuci Berisha, edhe para tynet kupton, edhe disa Gjergj Daku Gjokaje, historiani edhe nërës vjetër dhe vendas, edhe Rustelia Nikaj, plestë Malësis, atëna se kësajt e janë kanë jetua legendat, kanë bjetua legendat se kësajt e lugut Semit është kanë një rrugë, janë kanë rrugat. Pse? Rrugat pse është kanë afër lumit, është kanë evoliq me rruga për punë të karvanevet, me kuaj, për me ujit karvanet, ka pa shumë edhe bujtina u thonë sot, atëherë ishin ku kanë fjetë me kuaj edhe pushua për me vazhdua hanet, në të vërtet. Janë kënë 7-8 hanet gjatë, por edhe ma parë thonë si pas mapave të vjetra se kësajt e ka kënë një rrugë qysh në kohën e Via Ignacia, e cila një brez rrugët, apo një bisht rrugët që ka lidhë këtë zonën fushore, ndoshtë edhe qysh nga Nerona, Anagastum, Birziminum, apo në të vërtet këtu kjo fusha e sotshme, atë regen e Zetës, apo regencit, apo Zetës, kupton, sot është fusha e Podgoricës e Lemazjan, kupton, kështu që është kënë një drejtim rrugori karvanëve të kësaj që ka shku për rrët përpjetës. Atëherë na si aktivist, vendas në përkrahje të bashkësive lokale të Dinoshës, në krye me Pastor Ahmet Tashert koha me i thonë një burë Malësijet, Gjemi Nikaj, Gjemal Rusta, i të kryetar i bashkësis lokale të Dinoshës, apor atër të grudë, se e kap të gjithë grudën, edhe zbashkut me Lek Pjetrin Lulgjuraj, ishin aktivist edhe burra, edhe kishin edhe ndikime, edhe kishin vullnet për me punua në këto zonat rurale të Malësis, pikrisht në Semin. Unë isha atër pa të thuaj i ri, edhe u ban disa tentative, edhe u ban disa organizime, edhe disa nisma nisma për me janis rrugës, me punua rrugën pej Dinoshet dhe Lemaj. Mirë pa atër fondi komunal, as republikan nuk kite, as mundësi materiale, as vullnet
me e ba zithat punë për një sezon në një aks rrugor, në një drejtim, në një zonë, pikrisht tunë Malsi. Por neve t'ja nisme, unë atër mua më zgjollën si kryetar të Këshillit Organizativ, duhet përmendi disa burrat të cilët pushojnë, burrat nërshëm, aktivist, njerëz të cilët syshën me mëngjes, deri në mramje, deri në mugazh, deri në 8 natë, edhe kanë punuar fizikisht në rrugë, se na këtë rrugë e kem xhanua e adaptua, përgadit për asfaltim, për modernizim, me një shumë jashtëzakonisht modeste të hollash. Mund të thomë $96,000 dhe $104,000 zbashkut me këtë. A ka një mrekulli, se na vetë kem punuar me punën vullnetare. Çdo shtune, edhe diell, kishim aksionet punën vullnetare gjatë lumit, të zjedhë se mak, derishin të ka 30-40, gratë na përgaditshin drek, pite, kupton, i të një gjallëri, i të një entuziazm, i të një dashuri, i të një gëzueshmëri, se lugu i cemit po fiton rrugën. Por, rruga, pat shumë punë me u punua rruga. Na, paralelisht me shpërthimin e kësaj rrugë, ne vetë si Këshill Organizativ për ndërtimin e rrugës, kupton, e kuptuame edhe e pame se është një ide e mirë. Tuk se u shpërthu, u ban rruga, me e themelua shoqatën Allurosit e Lumit Cem. Përse? Për shumë arsye. Herë për nevojnë konkrete dhe praktike ruajtjen e bukurive të lumit. Afirmimin e bukurive të pasurive që i ka lumi. Duhet të thomë, nuk është munges modestiet, se kjo është një thesar, është një pasuri ekologjike, turistike, jetike. Për shembull, organizata turistike e Tuzit e ka një potencial të mrekullueshëm në Cemin. Dihet, Liceni, Bjeshkt, Fusha, të gjitha ato. Por Cemi është, mund të thomë edhe atëherë prononcosha si sekretar apo si ndër motorat e organizimit të kësaj shoqate, se është një ndër lumejt më të bukur në Europë. Atër pak për disa ajtë ndoshta edhe pak ngacmuese që sharake, por me kohën njerëzit erdhën të e kuptua se është e vërtet, është e sakt, se ky lum buron në Alpet Iliro shqiptara, por Iliro arbnore, në dy drejtime atje në vjen Cemi i Selcës dhe Cemi i Vuklit, për pisjet në Tamara, kupton, edhe gjatë rrugës, gjatë rrugtimit në përshtratin, e vetë ka me sindra ndoshta edhe ma shumë burra, të cilat e pasunojnë edhe vëllimin, sasin e ujt, e qtojnë, se për shembull delsh divers, naltë në këto zona që i thash të këllmendit, e shese pa janë praktikisht 2 proje. Mirë po shkon të urrit Cemi, ka pe i gurravet që i ka në nujore, gurravet që i ka në shtrat brenda shtratit Slumit, për nërë Pesina, për nërë Shkambi. Ne edhim se 34% të vëllimit të ujit të licenit të Shkodrës vjen pej gurravet nga fundi i licenit të Shkodrës. Nuk vjen pej lumejvet, por janë të gurra, do më thonë, këto rrugtime ujit, shka është një litë shmëri e levizjes nën toksore të ujit të gurrave gjitha ato. Ne vetë, atër na themeluam shoqatën Allurosit e Lumit Cem. Më kujtohet mirë, unë isha atërna si sekretar apo organizator i kësaj shoqat i të fillë mbas ndërtimit të kësaj rrugë, edhe duhet të thomë se kjo rrugë atër si u punua, edhe themelimi i Allurosve të Cemit kjen iniciativa hje mirë për një diçka që ka ndollë vitet e fundit, se u ndërtua një aks rrugor regional shumë modern, dinosh, kufi, tamare, vërmosh, guci, kupton, një aks rrugor fantastik, i kualitetshëm me një gjanësi 6 metra, me një perspektive ekologjike, turistike, jetike, si që thash, kështu që duhet përmendi këta se atëherna, në këtë Këshillin Organizativ të rrugës, ishin burrat, përmenda Gjemal Nikaj, Lek, Lulgjuraj, atër Sadik Omeri, Ismail Omeri, Kolmar Gzeka, Elez Nikaj, unë, Kol Zevdansha, Kolmar Gzeka, atër Rok Zevdansha, Tomis Rizleda, sfundje përmenda det Marashdulin, i cili në bashkan gjit Nikolos nga diaspora, me të hollat
të cilat u donuan atje për me punua në këtë rrugë, vetëm edhe këta po e thom. Do me thënë, ideja e themelimit të asociatës allurësve të cemit është një vazhdimësi aktivitetit të rrugës, kupton. Edhe një qëllim e një pikë sunim i yni si cemak edhe si aktivist si malsor, për me këtë ide me e shëndrua një diçka më të mirë në ndërtimin e aksit rrugor. Se na e dishim mirë se kësajt janë karvanet, edhe kësa kanë një drejtim, edhe geografik, edhe një vepër e krijuosit. Kjo lugin, kupton, është kanë rrugë kalim, na i kem tha për letë për pjetës, dihet për vërmosh, për guci, për letë për pjetës ashtu. Kështu që duhet të përsëris se shoqata allurës të Lumit Sem ka ba shumë në fillim, ka sensibilizu opinionin me vlerat ekologjiko-turistike të Cemit, kur është ichtiofauna, kur është flora fauna, kur është ornitofauna, se duhet të përmendi se disa që merren me shkencën e hulumtimin e zogjvet, disa vitet fundit kanë kontakte dhe konkrete, edhe më kanë kërkua se kanë ardhur deri te një konkludim se në lugurin e Cemit jetojnë disa zogjë të cilët nuk janë të njoftun për shkencën e zogjvet. Do me thënë, nuk janë të njoftun për çfarë arsye, për arsye se shkambit, apo terreni shkambor i shkambive të Cemit, kjo garnitura për shembull siç është pej buzat e Cemit Gruc, deri me buzat e Muzheçkut, delet, Stjepohi delet, bekajve të kupton, deri në Tamare edhe dej në majtë Sokolit dhe mate i dej të gropat e Selc. Është garnitura e karstit dolimitik shkambor, ndoshta ma i bukur, ma prezentativ edhe ma i egër si holokarst edhe si shkamb dolimitik në gjithë Europën. Kështu që aty ndoshta është kanë edhe ai momenti edhe biologjik ku janë formua edhe ku jetojnë ata zogjt të cilvet nuk ka arrit kush sot as me kamera me u afrua, me i registrua si lloj i ornitofaunës, kështu që është një diçka hala e pa hulumtume. Ashtu si që janë edhe bimt endemike, relikte dhe të rralla të Cemit, të cilat bajnë 954 lloje bimsh, të cilat disa prej tyre janë edhe në librin e kushte bimëve. Kështu që thom që janë do gjëra të cilët ndoshta shiquesi apo turisti apo pollëvendasi nuk është i vetëdijshëm çfarë pasuni shka ky kanjon. Por këto pasuri e këto vlera i takojnë një dimenzionit shkencor, hulumtues, kupton që është në kulmin e botës, për sa i përket, do më thënë, bimëve të endemike relikte të rralla, ornitofaunës, edhe florës dhe faunës, shifet të shefsyni, edhe bukurin, pastërtinë e lumit, format geomorfologjike, të cilat i posedon ato bukurit e veçanta, të cilat janë formua ndoshta qysh akullit të fundit, cili rezulton natë 11 apo ma shumë mi vite, se këtu ka dhe lezenda që janë kënë vargojt e varkave të vjeruna, apo dhe sot janë ati diku, do me thonë, në buzat e brojs, apo në majnë e hekurve, të në lezenda në bjesht nemuna, apo në disa vende, por nevet me këtë perceptimin ton i shofim këto shtresa, edhe gjatë rrugës, edhe gjatë punive të rrugës, shtresat zallore, shtresat me zhurë, edhe me mulind im që i ka formuar Cemi, veçantisht me atë tërhjekje në akullnajevet, se thonë se janë kanë natë licej glacial, qysh aj maj mali që shkon pe i ma shqypes deri me ceun e shalës apo ceun e ras, erdej me broj, edhe ndoshta edhe deri me Selc apo deri me gropat Selc, atyran kanë 7 deri 9 licej tjerë, të cilët me shkrimin e akullit ka ardhur te thyerja e këtyne digavet, edhe një zbrazje e furishme e këtij materialit të lumit të Cemit, materialit, do më thonë, të erozionit fluvial.
ndoshta edhe karstik, kupton, edhe derdhin e këtij materialit në fushën e cemit, që shkon kjo fushë e kjo derdhe, edhe qysh te helmi i hotit dhe me gostil, edhe pjesa më e madhe e fushës është punë e erozionit fluvial të lumit cem të dikurshëm apo e këtij kanjonit. Atëherë, të përmendim disa nga aktivitetet kryesore që kanë qenë ndërtohej dhe pastrimi i brigjeve të lumit cem, ndoshta ato pikat më kryesore që janë bërë ndër vite dhe si e shihni sot lumin cem, është devastuar apo ruhet mjaftueshëm, po bëhet mjaftueshëm? Shumë mirë. Neve të atërë në fillim kemë formua me një entuziazm, me një zell të veçantë kemë themelu këtë shoqat, e cila fatmirësisht pat njerëz të mirë, por në anën tjetër njerëz të cilin ishin të moshuar, edhe me vetë faktin se ata njerëz ma nuk jetojnë në një farë mënyrë është shua, edhe jo krejt shua, por është pakua edhe aktiviteti i shoqatës. Atër ishte, për shembull, një doktor profesor Niko Lujkaj, geograf, një ndër geografët e parë të SFRJ-s, të Jugosllavisë atëhershme, kupton i lindur në Cem, doktor i shkencave të geografike, si kryetari i shoqatës. Atër kishim një Gjersinos Martini, një artist i mrekullueshëm, atër një Nikol Gjo Kolullxuraj, atër unë e përmenda edhe këtë Elezin Nikaj, edhe i disa që të cilët rokzevdashën ju bashkanëzit me në vërtet ba me një organizim të shoqatës, edhe në mënyrë të mirëfillt në përkrahjen e entit republikan të natyrës të Malit të Zi, do të përmendim doktor profesor Zlatko Bulić, i cili na ka ndihmuar shumë në dimenzionin aspektin edhe shkencor, atër Vukić Pulević akademik, kupton, këtu jem në afërsi të shtëpisë drejt pas të Rokkol Stanaj, cili fillimisht edhe ai bani një përkrahje, kupton, në këtë shoqate shumë tjerë burra, kështu që nevet për vetëm se kem ba, si me thënë, njoftimin e këtyne bukurive, se kjo ite pak si terra incognita, si toke pa njoftur. Kufini, atje Alpet, bjeshte nemuna, kupton, zone pa zhvilluar, por kite një vërzinitet, një bukuri të mrekullueshme lumi, edhe krejt natyra, kupton, edhe aty kite shumë material, edhe shumë motiv që për më marë e me njoftua opinionin malsor, edhe me azerë, edhe republikan, edhe ndërkombëtar, kemë vënë dhe bashkëpunimin edhe me Shqipni, konkretisht me komunitetin malor të Kelmenit me qendrën në Tamare, atër ishte antar, nderit ishte edhe një Mara Shrakaj, doktor i shkencave, të kupton, të biodiversitetit nga Shkodra, ai pra të zonë në atej, atër kemë konsumu dhe materialit e Kol Prognit, një studiosit, një hudumtuosit gjigant shqiptar, kupton, i cili i ka hudumtua, po thoj gati këto krejt Alpet shqiptara, apo Alpet jugore, si i quajnë, a si duan t'i quajnë kohën e funit, por në atër kem përmbledhur shumë gjana për me e arsyetua edhe me bani interesim të opinionit me këto vlerat të cilat i posedon lumi edhe malësia. Masanej, neve të kemë ba akcione të edukative për ruajtjen e cemit. Konkretisht, kemë organizuar tryeza trumbullakta të nivelit lokal, rajonal, në bashkëpunim me bashkëveprim edhe me Shqipëri, me Shkodër, kur është liceni i Shkodrës. Atëherë di i mirë se një sezon jem ka edhe shoqata më mirë ekologjike e shpallur në Malzi, me aktivistë shkëlqyeshëm. Atëherë di i mirë se kemë bani bashkëpunim konkret edhe të mirë, edhe me Kelmendas, edhe me Shkodër, edhe përsa i përket licenit, jo vetëm cemit. Kupton. Kështu që të gjitha ato i kemë ba, paralelisht kemë organizua edhe ligjërata shkencore. Kemi pas edhe kapacitet shkencor. Kemi pas. Se i përmenda këta njerëz, kupton, edhe për me ngrit, edhe për me i lan edhe një seriozitet kësaj fabull ekologjika turistike tonës. Edhe, thomë paralelisht kemë ba organizime të pastrimit të lumit, të brigjeve të lumit, kupton, prej burimit edhe dhe nderdhje. Prej burimit në bashkëpunim me Kelmendas, edhe dhe nderdhje në bashkëpunim me popullin edhe populatën lokale pranë lumit.
qysh kufinit, deri në pjesën e zecë. Këto pastrime kishin një entuziazm, një shoqërim, një njoftim, një diçka që ite edhe si një mesazh të kuptojnë vendasit, jo vetëm vendasit, se ky objekt, kjo pasuri natyrore, që fatmirësisht tash është shpall nga komuna e Tuzit, iniciativa i të dikure jona, e shoqatës Allurës të Cemit, kupton, për me e shpall si zonë apo natyre mbrojtun, si përmendore natyrore. Kjo është përmendore natyret. Komplet gjithë që i takon kanjonit, ljumit, shtratit, është përmendore. Çdo gur i vogël është rekvizit, është një diçka që ka një vlerë të veçantë. Çdo projet anësore kupton. Gurrat, gjitha këto e kanë një dimension të një vlere unikale, ekologjike, turistike. Edhe këto pastrime i bashim edhe në organizim, edhe me komunalin e Podgoricës, atëherna, tash të kështë komunalja e Tuzit, kështu që mund ka vend edhe ka fush veprimit interdisciplinar këtu në këtë kanjon, edhe juvet, si televizion ju falenderojmë, se edhe më kujtohet e vetë themelimi i shoqatës është ka një përcjellun, edhe si me tha i përhajruam nga televizioni bëjnë. Kështu që e gjithë kjo fabul meriton vëmendje, meriton përkushtim, po para gjithash me një kujdes, me një përkushtim thaç, edhe me një dashuri ndaj lumit edhe ndaj vlerave tona të cilat ne i ka falë krijuesi, edhe i trashëgojmë nevet, edhe duhet t'i trashëgojmë edhe të valam brezave të ardhmen, kështu të virgjar të pastra, edhe në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër të bajnë një perspektivë të përmirësimit të mënyrës dhe të ekonomisë të jetës në kanjonin e Lumit Cem.